Për herë të parë unë përballesha me votën e drejt për drejt, pavarësisht se unë përgjithsisht kam udhëhequr shumë fushata, madje kjo është fushata ime 11. Isha i deleguar aty minutën e fundit, pra u përcaktova si kandidat në minutën e fundit. Kjo tashmë është fakt i njohur. Dërmimi do ta quajë në opozitës ka qenë dhe shkaktari kryesor i këtij rezultati të thellë. Ne e kishim synim mandatin e 9, nuk që e lehtë, po fal të votës diasporës kësaj herë, sepse brenda territorit Vlorës është pothuajse e pamundur, pasi rezultati është i saturuar nga ana politike, nuk ka zgjedhës mjaftueshëm për të prodhuar më shumë mandat. Me votën e diasporës u bëi mundur arritja e mandatit 9. Pas një fitorie shumë të rëndësishme për ty besoj në këto zgjedhje të 11 majit. Ishe jashtë listës së sigurt në një betejë shumë të ashpër me kandidatë shumë të fortë. Çfarë ishte kjo fushat për ty? Edhe pastaj kjo fitore për ty? Ishte para një eksperiencë e veçantë. Për herë të parë unë përballesha me votën e drejt për drejt, pavarësisht se unë përgjithsisht kam udhëhequr shumë fushata, madje kjo është fushata ime 11, po të nisësh gjithë karrierën time politike. Por ndryshe nga çdo herë tjetër, këtu përballesha në mënyrë drejt për drejt, gara që e fortë patjetër. Kandidoja në një qark që isha shkëputur për 4 vjet, siç e Vlora, dhe isha i deleguar aty minutën e fundit, pra u përcaktova si kandidat në minutën e fundit. Dhe kjo gjithë ky kontekst e bëri garën më interesante, më të vështirë, më konkurruese, por mbi gjitha edhe më vlerësuese, dhe kënaqësia e rezultatit në fund është që ti merr mirënjohje nga qytetarët, u morën 12.408 vota nga qytetarët e Vlorës në Vlorë dhe në diasporë, pra në qarkun Vlorë, dhe që një rikonfirmim i atij modelit tim të mirë, mendoja unë politik, si ish drejtuesi i qarkut Vlorës, ku qytetarët vlerësuan sjelljen time, historinë time politike, personalitetin tim, dhe që një votë shumë organike, aq më tepër kësaj here pas një lloj pushteti, sepse unë nuk është se përfaqësoja, nuk drejtoja në institucion, apo kisha në një organizatë shtetërore pas, apo isha një titullar i lartë shtetëror që t'jep ca avantazhe nga kjo dihet, përkundrazi isha një, le të themi, një kandidat si gjithë të tjerë, por me një bagazh politik dhe me një emër politik, gjë që për mendimin tim e dha rezultatin, dhe për këtë kam kënaqësi, sepse është një votë drejt për drejt, është një lloj energjie e tepërt, e mirë, e marrë direkt nga qytetarët, dhe më vjen mirë që besoj me këtë rezultat kontribova në një farë mënyrë edhe në rezultatin historik të Partisë Socialiste me 9 mandate në qarkun Vlorë, ku dhe unë kam atë kontributin tim modest. Në këtë betejën e bukur që po ma përshkruan, po sigurisht shumë të vështirë, me siguri ke ndesh këto të avantazhuarit me pushtet, me disa avantazhe që t'jep pozicioni që ti ke në qeveri, në pushtetin vendor atje, nuk e di, në sistemin e qeverisjes. Cilat qenë pengesat që të erdhën prej tyre, se me siguri ka qenë gara ndërmjet jush, për sa kohë që opozita ishte një alternativë. Nuk duhet të flas me këtë, unë kam parimin në momentin që rrihet objektivi, njeriu duhet shohë përpara, pra është në një frontierë të re. Natyrshëm që garat e hapura kanë dhe ato tensionet e tyre, patjetër që ka grupime lokale të cilët mundohen mbështesin një apo tjetër kandidat, sidomos edhe me element krajinor apo interesa të tjera, po në përgjithësi unë mendoj që që një garë përgjithsisht e drejtë, dhe në fundit fituan ata njerëz sipas edhe lidhjeve politike që kishin, investimit tyre politik, emrit dhe rezultati që i duri. Sa të kanë ndihmuar ty, po edhe kandidatët e tjerë fitues të Partisë Socialiste, mungesa e një alternative serioze edhe të rëndësishme të opozitës në Vlorë? Patjetër që kjo tashmë është fakt i njohur. Dërmimi do ta quajë në opozitës ka qenë dhe shkaktari kryesor i këtij rezultati të thellë, sepse opozitës i fluturuan mbi 240.000 vota. Dhe kjo ka bërë që pesha e tyre specifike në çdo qark të kurrët, dhe në qarkun e Vlorë ata humbën gati, në krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, pa futur votat e ish LSI-s, ata si PD humbën mbi 8.000-9.000 vota. Po të shtosh dhe votat e LSI-s, ata humbën mbi 15.000 vota, një koalicioni hipotetik. Pra do të thotë që të kurrë e opozitës që e dukshme, dhe kjo dha një rezultat në gjithë Shqipërinë, me atë rezultat të thellë që tashmë është bërë i njohur dhe është një rekord historik i Partisë Socialiste. Po nga ana tjetër, gara e brendshme që e gara e fortë, ne e kishim synim mandatin e 9, nuk që e lehtë, po fal të votës diasporës kësaj here,
sepse brenda territorit të Vlorës është pothuajse e pamundur, pasi rezultati është i saturuar nga ana politike, nuk ka zgjedhës mjaftueshëm për të prodhuar më shumë mandat. Me votën e diasporës u bëi mundur arritja e mandatit 9 dhe kjo qeverisja e këtyre zgjedhjeve dhe Vlora ka një diasporë goxha solide të shpërndarë, kryesisht në Greqi dhe në Itali, dhe puna e mirë organizative e Partisë Socialiste dhe regjistrimi i qytetarëve në kohë e dha rezultatin e saj. Si bëhet i fushatën për diasporën, fushatën tënde personale, përderisa ka një ndjeshmë në vota të ndjeshme me sa di të diasporës për ty, si e ke bërë ti këtë fushatë? Në diasporë e para unë luajta me emrin tim, qytetarët që ishin regjistruar në diasporë, që ishin një pjesë mbështetës Partisë Socialiste, pjesa më e madhe me njinin. Unë mora shumë vota sidomos në Greqi. Në Greqi fati im është që unë kam vajtur dhe herë të tjera si ish sekretari i përgjithshëm dhe amar me organizimi politik aty, dhe një pjesë e elektoratit të qarkut Vlorë, sidomos pjesa jugore e qarkut, është e lidhur me Greqinë ose jeton në Greqi. Unë kam qenë një emër i njohur si ish drejtues politik dhe përgjithsisht kam krijuar lidhje të forta me atë zonë, dhe për shkak të emrit tim, lidhjeve të mia, besoj dhe diaspora reflektoi interesat e popullsisë lokale. Po të shikoni votat diasporës nuk është shkëputur nga vota në vend, përgjithsisht njerëzit në diasporë votojnë për dy arsye. Një, sepse familjet e tyre janë të lidhura me një qasje apo interes politik, dhe zakonisht fëmijët apo ata që jetojnë pjesën të afërmit e tyre, dhe pjesa e dytë është pjesa që është më aktive nga ana sociale në vendet ku jeton dhe ndjek zhvillimet në Shqipëri. Edhe kjo pjesë mendoj e vlerëson, sidomos në qarkun e Vlorës, ndryshimet që janë bërë, kanë ditur të vlerësojnë progresin e bërë nga ana e qeverisë së Partisë Socialiste për këtë qark dhe janë të gatshëm të japin votën e tyre për të vlerësuar edhe diferencën që ata shikojnë sa herë dhe vinë e vizitojnë Shqipërinë. Kështu që mendoj këto dy fasha bën që vota në diasporë të ishte solide. Dhe në planin personal, thash, kontaktet e mia, unë arrija të kontaktoj edhe individualisht nëpërmjet database-it që kisha krijuar. Unë krijova një database me të gjithë zgjedhësit, kuptohet një database me dhëna vullnetare të marra dhe i kontaktoja dhe vajta edhe në Greqi kur ishte kryeministri, bëra disa kontakte me njerëz më influentë aty dhe arrita që të siguroj një votë goxha masive nga Greqia, që është mbi 1400 vota i kam marrë vetëm në shtetin grek. Prej 2010-s, jo vetëm 2013, 2010 unë e kam bërë temë këtë, deri në 21 e kam studiuar unë, jo më te, është shifër dramatike. Ata kanë ikë se këtu nuk kanë gjetë hapësirë, po fare hapësirë. I ri ka ikur, s'gjen hapësirë, dhe ai votoka me kaq zell një parti prej të cilës ka ikur, ose një elit prej të cilës ka ikur. Okej, mungon alternativa nga opozita, por që të ketë kaq shumë përqindje kaq lartë dhe jo vetëm nga diaspora, po kryesisht nga diaspora, nuk e kuptoj dot, nuk më bën sens. Ma sqaro pak. Unë bëj reflektimin tim, edhe nisur nga eksperienca. E para ta analizojmë ikjen. Njerëzit nuk ikin për shkak të një partie nga një vend. Njerëzit kanë tendenca shkak një qeverisje. Ikin nga një vend për shkak të jo qeverisjes thjesht aktuale, po trashëgimisë që ka ky vend dhe mundësive që jep ky vend, nisur sepse Shqipëria është, duhet parë dhe një kontekst historik. Tendenca migratore dihet që nga vendet e Ballkanit ka tendencë lartë migratore, jo thjesht për shkak të qeverisjes, është për shkak sepse ndodhen afër Bashkimit Evropian dhe i riu nga natyra, dhe kjo ka qenë prirja e popullit shqiptar, dhe këtu hajde të debatojmë sa duash. Dhe unë kam pararësit e mi në familje që kanë emigruar para viteve 40, dhe kam shumë të tillë syresh, të cilët iknin sepse shikonin një jetë më të mirë që Shqipëria nuk ja ofronte mundësitë. Një pjesë janë të ri duan të provojnë. Edhe unë vetë si Damian kam çarë rrugë të perëndimit, fillova me shkollë dhe kam punuar andej, pastaj më kthyer. Dhe kjo tendencë migratore nuk do të frenojë asnjëherë, është absurditet ta mendosh që njerëzit ikin nga një vend sepse thjesht nuk e duan atë vend apo shikojnë sa mundësi më, por dhe provojnë. Jo, një sekondë, se ka shifra. Shifra shumë e rëndësishme për tu analizuar. Ta marrim me radhë. Ikja nga një vend, e dyta, nuk ikin njerëzit për shkak të se ikin nga një parti apo në një tjetër. Dakor, nga një qeverisje, nga një trashëgimi e keqe. Kur shkojnë pastaj jashtë, dhe shikojnë të vërtetën, nga një mungesë shprese, prej një qeverie që vjen për të dhënë shpresë ikin ata. Unë kështu e kam lexuar, mbasi e kam lexuar krejt gabimin dakor. Është që quhet Shqipëri me gjithë tërësinë e saj, me historinë e saj dhe aktualitetin e saj. Sepse ti je afër një komshiu më të pasur,
tendenca është ta kalosh gardhin, kjo dihet, tendenca migratore. Se në Shqipëri nuk është se është e njëjti nivel me perëndimin dhe atëherë do ishte një pikë pyetje e madhe, pse ikin këta njerëz. Po ti perëndimi shumë 4-5 fish më i pasur se ne, sot që flasim. Do të thotë që oportunitetet janë më nda. Një pjesë të njerëzve eksperimentojnë, shkojnë, e shikojnë jetën aty. Një pjesë nuk e gjejnë veten dhe kthehen, një pjesë tjetër e gjejnë veten. Megjithatë të kthehemi të zgjedhjet në vend. Le të themi është një kontekst njerëzish që kanë ikur se nuk kanë pasur shohin një jetë më të mirë në perëndim. Kur vjen përpara një zgjedhje dhe këta njerëz që kanë ikur ndër vite kanë ardhur dhe kanë vizituar Shqipërinë, shikojnë që Shqipëria ka bërë progres. Mund të presin më shumë, natyrisht mund të presin më shumë se jetojnë në vende më të pasura, më të bukura, më të rregulluara, por dhe Shqipëria ka ndryshime nda dhe fillojnë vendosin votën në tyre në një kontekst ku kanë 3 zgjedhje. Një të janë indiferent, dhe pjesa më e madhe janë indiferent, sepse ne kemi një diasporë shumë madhe mbi 1.6 milion zgjedhës gati jetojnë jashtë vendit, vetëm 250.000 u regjistruan. Do thotë që pjesa më e madhe aty, siç e kam thënë me kohë dhe e kam pas bindje këtë dhe në debatet me kundërshtarët apo le të themi kundërshtarët politik, po themi bashkëpunëtorët e mi në Partinë Demokratia u thosha mos kujtoni se emigrantët mezi po presin të votojnë në Shqipëri. Kjo është absurditet ta mendosh, se nuk I intereson shumë se çfarë ndodh në Shqipëri. Ka një pjesë që mund të jenë më aktive për 2 arsye. Ose kanë lidhje me vendin dhe përgjithsisht është popullata migratore që shkon dhe vjen në Shqipëri, sidomos jugu I Shqipërisë, që jetojnë në Greqi, po ndërkohë kanë dhe një biznes në Shqipëri, hapin një lokal, kanë pronën e tyre të zhvilluar gjithë pjesa e jugut. Këta janë migratorë që jetojnë, janë rezident në Greqi, po vinë në Shqipëri, janë shumë më të interesuar për votën në Shqipëri. E njëjta gjë dhe me Italinë. E dyta, procesi I regjistrimit të diasporës është proces aktiv quhet, regjistrim aktiv. Do të thotë ti duhet të shpresh vullnetin për thash pjesa më e madhe nuk kanë interes. Partia Socialiste në këtë drejtim ka bërë një punë më të madhe. Ka regjistruar më shumë njerëz që simpatizojnë Partinë Socialiste. Jo se garën e diasporë mund të ketë to proporcione, besoj që mund të ketë, se dhe kjo është një kampion. Çfarë ndodh në Shqipëri ndodh në diasporë. Pra, mendimi që kanë qytetarët, qoftë ata që jetojnë, qoftë ata që jetojnë jashtë. E treta, mos harro një gjë. Po që për votim pro apo kundër, janë qytetarë që jetojnë në Shqipëri që janë më të interesuar për të ndryshuar një qeveri apo për të përforcuar një linjë politike, siç e treguan me këtë zgjedhje. Pse? Sepse ata përballojnë edhe problemet e përditshme, po njëkohësisht shohin në perspektivën e zhvillimit. Dhe nga këtë pikpamje, vota në Shqipëri nuk është se ndryshoi shumë me votën diasporë. Kështu që gjithë kjo flucka e ngritur fatkeqësisht nga opozita dhe e di janë debate që kanë bërë në miqësore me nda. Është absurditet mendosh që diaspora jashtë do votonte kundër qeverisë. Është domethënë është naiviteti më I madh politik që mund ta mendosh që këta njerëz sikur kanë ikur në një regjim, nuk kanë ikur nga një regjim. Nuk është Shqipëria regjim fetar apo diktaturë alla Bielorusi e tjerë që njerëzit ikin dhe mezi presin, ikin të arratisën politikisht. Njerëzit ikin për arsye ekonomike, se gjenë një mundësi më të mirë. Por kjo nuk do të thotë se nuk din të vlerësojnë diferencat mes partive brenda vendit. Kështu që unë thash, fashën e diasporës do ndahen 3 pjesë. Pjesa indiferente, pjesa më aktive që ka lidhje me Shqipërinë dhe që e ka shprehur me votë, por dhe që është regjistruar, dhe pjesa që mund të jetë opozitare, siç ka opozitar këtu ka dhe atje, të cilët dhe ata me votën e tyre kanë shprehur vullnetin e tyre për një parti të caktuar. Kështu që kjo është karakteri I votës në diasporë, por mbi të gjitha thash është duke qenë regjistrim aktiv, do të thotë që ti duhet marrësh masa të regjistrosh sa më shumë njerëz. Dhe këtë Partia Socialiste ka bërë shumë më mirë, e tha dhe kryeministri Rama më parë që ne punonim për ditë se si të regjistronim sa më shumë njerëzit tanë, të kontaktonim sa më shumë njerëz me qëllim që ata të regjistroheshin në sistemin e votës diasporë dhe frytet e saj u dhanë. Përballë jush është një opozit e shkatruar, po themi, ose dërmuar, e sfilitur, me një humbje dramatike. Pse pati kaq nevojë Rama dje që ta godas prap opozitën? Ka godet. Pse e kishte këtë nevojë, këtë Jo, ishte hera parë që Rama fliste pas zgjedhjeve. Dhe duhet ta kuptojmë. Pra, Edi Rama, pas 2 javë që kanë përfunduar zgjedhjet dhe që rezultatet tashmë pothuajse është certifikuar e plot, do mbante një qendrim. Është hera parë që ai flet për zgjedhjet. Dhe në fundit të flisje për zgjedhjet, folje për rrugtimin e Partisë Socialiste, për çka ka bërë PS-ja, apo njëkohësisht u mordë me kundërshtarin sepse është mbyllja e një procesi të filluar muaj më parë. Dhe në fundit disa nga akuzat që ka shpërthyer opozita, Edi Rama është I detyruar t'ia përgjigje. Dhe në fundit nxjerrën në pa atë që e thoni dhe ju.
që këta janë të shkatruar, janë pa shpresë, janë të dërmuar, janë pa qasje të qartë politike, janë me gabime strategjike historike që të filluara që nga koha e Lulzim Bashës bashkë me Saliun, se të dy kanë qenë nuk më e qenë nga mendja, dhe me ato gabime që kanë bërë me bojkot zgjedhje vendore, me lënje të mandateve. Të gjitha këto janë pasoja të shkatrimit, sepse partitë janë organizme në fundit. Dhe organizmat qofse si çdo organ, qoftë biologjik, por qoftë organ institucional, në qofse ti nuk e uit, nuk e mban gjallë, nuk e mban, dhe në rastin e organizmeve politik është pushteti dhe pjesa e pushtetit e mban gjallë një organizëm politik si partia, këto parti do të shkatruan. Dhe ty të mbethet vetëm palca. Dhe çfarë i ka mbetur Partisë Demokratike? I ka mbetur ajo që quhet palca historike. Aty që ka pas dhe në 97-ën, ku shteti u shkatruar dhe Berisha ishte anateme e popullit shqiptar, kishte 28-30%, aq sa çka sot. Pra ajo është baza e çdo partie historike. Në fundit, në këtë pikë është ka të ndisur dhe kjo Edi Rama këtë e theksoi, po jo se qëllimi ka qenë që fokusi jon për 4 vjet duhet të jetë opozita, madje e mbyllim me një fjali që kjo është era fundit që merrem me ta, u desh të merresha në zgjedhje, tashmë do përballemi me sfidat që kemi si parti në pushtet, karshi programit dhe barra është më e madhe, këtu jam dakord me ty, fitoria thellë ka dhe përgjegjësi shumë të mëdha, se përgjegjësia është shumë e madhe kur ke shumë mandate, askë nuk mund t'ja hedhësh fajin kurkund për gjërat që mund mos ecin, dhe populli shqiptar ka dhe një besim të tillë që ti duhet ta justifikosh. Dhe mendoj që është momenti në këtë mandat të konsolidohen të gjitha rritjet bazuar në ato objektive që i ke vënë vetes Shqipëria e gatshme për të qenë antar e Bashkimit Evropian në vitin 2030, që do të thotë më shumë zhvillim ekonomik, më shumë demokraci, më shumë institucione të forta, ato që kanë aspiruar gjithë. A do ndodh kjo? Kjo është pjesë e sfidës që ne kemi. Çfarë do të thotë më shumë demokraci? Do të thotë më shumë institucione të forta. Do të thotë administratë që i shërbejnë qytetarëve, dhe jo partisë në zgjedhje? Jo, gabimi më i madh që bëjnë njerëzit, shikojnë, ngatrojnë pluralizmin në demokracinë. Mund të kesh pluralizëm, por mos kesh demokraci. Mund të kesh shumë parti, dhe asnjë parti s'kontrollon pushtetin, por mund të kesh organe që s'funksionojnë, një gjyqësor që nuk funksionon, të drejta që shkelen për ditë, dhe ti ke garantuar një grup politikanësh për ca drejta politike. E para njëherë unë nuk them që do kufizohen drejtat politike, jo vetëm s'duhet kufizohen, por duhet jenë edhe më të drejta dhe më të forta. Dhe këtu nuk e vjen njëri dhe këto janë të garantuar në Kushtetutën e Shqipërisë. Por unë demokraci do hajde ta debatojmë, nuk këtë e kam edhe nga ato që kam lexuar ndër vite. Demokracia vërtet quhet ku jo thjesht partitë politike, por qytetari është i garantuar. Dhe qytetari të jetë i garantuar, duhet të ketë akses në një sistem më të mirë drejtësie, duhet të ketë akses në shërbimet e administratës, duhet të ketë barazi, por duhet të ketë një shpërndarje më të mirë ekonomike dhe drejta ekonomike të garantuara. Unë këto shoh si element thelbësor të demokracisë. Dhe gjitha këto vinë, dhe këtu hajde ta debatojmë, vinë pas një zhvillimi ekonomik dhe i qëndrueshmërie politike. Nuk mund të ketë demokraci pa zhvillim ekonomik, nuk ka demokraci në varfëri. Mund të shkruash letra sa duhesh, mund të bësh ligjet më të mira. Ka dhe vende që janë shumë varfra, janë në letra mund të jenë demokratike si Pakistani apo vende afrikane, por që nuk kanë fare asnjë element. Po Damian, jemi një vend me një numër të konsiderueshëm njerëzish të varfër në kufijtë e varfërisë. Raporte nuk i bëhet vonë askujt, raporte ndërkombëtare se tonat nuk ekzistojnë. Fola barazitash, barazit. Kampanë të rrenda Damian. Pas pa rish përndarje. Edhe për ishpërndarje. Këtë po them, unë për shembull një nga pikat. Ka shumë të varfër në këtë vend, Damian, dhe ti ke parë më mirë se unë se ke qenë fushat. Ka të varfër. Jo në ato trajtat le të themi dramatike që duan të trajtojnë ca. Pra nuk është ajo varfëri ekstreme që e gjen. Është e kam parë me sytë e mi, me kamerat e mia. Nuk është njëri që shumë rrallë mund të jetë njëri që si tokan. Po ka shumë. Jo, nuk ka njerëz në Shqipëri. Dhe unë kam bindje se më i forti, pra mazhoranca dhe pushteti njihet, duket, vlerësohet për mënyrën se si sillet më dopti. Më i dopti është ai varfri, po deri tek opozita, nuk është kjo është segmenti shumë i gjatë. Tash demokracia ka të bëjë me ekonominë, dhe ekonomia do thotë një lloj shpërndarje. Dhe më falë ndalim do. E para sot që flasim dhe ka të varfër sidomos pjesa e pensionistëve, sidomos pensionistët e vetmorë, ajo është pjesa më e goditur. Pensionistët e vetmorë fshat. Tu jam dakord me. Sidomos ata që nuk kanë dhe njerëz që t'i ndihmojnë, siç mund të jenë fëmijët e tyre që me remitancat, me emigracionin mund të ndihmojnë ata. Ky është problemi dhe kjo në programin e Partisë Socialiste, dhe unë shpresoj të bëhet realitet dhe do luftoj për ditë që sepse edhe kam pas moto të fushatës time,
ka qenë rritja e pensionit minimal në 200.000 lekë. Dhe kjo duhet jetë patjetër moto. Pra ky zhvillim ekonomik i Shqipërisë duhet përkthehet në këtë gjë. Jam dakord me ty. Dhe ka ardhur momenti që këtë gjë qeverisja socialiste ta bëjë realitet. Dhe unë kam dhënë dhe idenë time. Ne sot kemi një borxh shumë të ulët publik, e kemi nën 55%, nuk e ka pasur në Shqipëri këtë borxh kaq të ulët publik, dhe i ke mundësitë që pak duke rritur pak borxhin publik, duke shkurtuar edhe në investim, dhe unë kam bërë një krahasim me familjen që ti nuk mund mburresh që ke blerë një televizor të ri apo ke rregulluar, ke blerë koltuqe të reja, kur në një dhomë ke 2-3 njerëz të familjar të varfër, të cilët i ke lënë pa ilaçe. Këtë s'mund ta bësh. Dhe mendoj që ky mandat dhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe këtë objektiv që i kemi vënë vetes, ne këtë gjë do ta realizojmë. Ky është synimi jon. Ky është i programi i Partisë Socialiste. Dhe unë për këtë do luftoj si deputet, sepse kjo është kontrata me qytetarët dhe këtu jam dakord. Prandaj kemi thënë hym në një nivel tjetër. Dhe prandaj fola për demokracinë edhe si ekonomi, po jo thjesht si zhvillim rritje të GDP-s, po ajo është baza, sepse pa rritje të prodhimit përgjithshëm nuk mund të kesh një shpërndarje, dhe ajo është baza e shtetit, se një shtet që ka një ekonomi mbërprodhuese do taksoj më shumë, do ketë më shumë të ardhur dhe do adresoj gjitha këto nevoja që tham, sepse Shqipëria ka dhe një problem demografik. Ne kemi 800.000 pensionistë, edhe të njerëz që mbajnë mendim sociale, do të thotë që apo njerëz që marrin kempe histori të tjera si këto, do të thotë ti ke një raport të mëshëm 1.2 persona për një njeri përfitues, ndërkohë që në kohën e diktaturës raporti ka qenë 3.5 me 1, pra ky është problemi madh demografik. Kështu që bara i takon një bara rënd qeverisë. Megjithatë për të vënë kapak gjës, thash, asnjë s'do të trembet nga mandati me shumë vota e partisë, nëse ai përdoret drejt për zhvillim më të mirë ekonomik, për shërbime më të mira institucionale, që do thotë më shumë demokraci për qytetarin e thjeshtë. Të drejtat politike të opozitës janë aty, opozita do ketë përfaqësinë e saj në parlament, do bëjë zhurmë të zakonshme, mund të ndërtojë strategji të re, mund të bashkohet, mund të riformatohet. Kjo është gjë që i përket historisë, asnjë se parashikon të ardhmen. Grupi i ri parlamentar, si të duket se do ndihesh aty në PS, në grupin e ri parlamentar, Partisë Socialiste? I ndryshuar sa përqind? Afërsisht, se nuk e di. Se di, pak kemi ngel nga ata që jemi deputet me eksperiencë. Besoj mund të jemi 15-20 që kemi mbetur. Nuk e kam shifrën, nuk e kam menduar. Po në statistike, po të shënësika. Është një grup që përgjithsisht i ri. Sa do i mungoj parlamentit grupi, ajo pjesë e deputetëve me përvojë, me histori, me kontribute të jashtëzakonshme në Partinë Socialiste. Për shembull, nuk më erdhi fare mirë që humbi këtë betejë Pandeli Majko. Nuk e di, gjithë brezi i gazetarëve të moshës time ka një lloj afeksioni për ato figura, ndoshta edhe gabuar, nuk po them, por nuk di të kishte ndonjë arsye madhore që ai politikan të mbetej jashtë PS-s ose që të mos i duhej më PS-s. Unë mendoj se do t'i duhej. Edhe nuk është vetëm Pandeli Majko, është Mimi Kodheli, janë disa të tjerë që s'po i përmend gjithë me radhë. Mendon se do i mungoj në këtë legjislaturë? Unë personalisht do i mungojnë, sepse unë kam dhe aspektin nostalgjik, sepse me gjithë ta njerëz kemi ndarë betejë që në opozitë, aq më tepër që figura si zoti Majko dhe tjerë kanë qenë kontributor me dekada në Partinë Socialiste. Por në fundit kjo është politika dhe politika ka një fillim, ka dhe një fund. Proceset caktuara nxjerrin gjithmonë krijojnë ato, le të themi, ikjet e tyre për shkak edhe të sistemit elektoral, mënyrën se zbatuam në sistemin elektoral duke kandiduar gjithë deputetët me eksperiencë, automatikisht parashikonte edhe largim të një pjese të politikanëve me eksperiencë. Por koha do ta tregojë se si do të jetë ky parlament. Unë në planin personal shoqëror më vjen keq, sepse njeriu nga tendencat dhe kjo është reagim psikobiologjik që do të jetë mirë me njerëzit që njeh. Megjithatë mjedisëri mund të krijojë sfida të reja, mund të krijojë dinamikë të re politike që unë nuk mund ta parashikoj. Këtë pyetje duhet ma bësh më vonë. Tani në këtë rrugë tim, siç dhe tha kryeministri, kryetari i partisë tuaj, tha që në kushtet ku jemi, në mbetet veç se të vetë korrigjohemi. Si do të vetë korrigjohesh ti, Damian, në këtë mandat? Si do ta bësh ti këtë proces? Jo, vetë korrigjimi është nocion filozofik. Nuk është çështje këto janë nga librat e lashtë.
Njeriu për ditë vetë korrigjohet. Njeriu është rezultati i suksesit dhe gabimit të tij. Mesatari atyre dyave që ka njeriu. Dhe çdo njeri nxjerr mësime nga gabimet, nga dështimet, nga sukseset, nga limitet e pushtetit, të gjitha këto janë element vetë korrigjues. Do të thotë që ato gjëra që mbase ti ke kuptuar që shkojnë mirë, nuk do t'i përsërisësh më. Dhe këtë pikpamje Rama ka fol shumë politikisht, po dhe filozofikisht, dhe shumë praktike që thotë që patjetër mandati 4 kërkon vetë korrigjim si forcë politike për gjërat që s'kan shkuar mirë. Kjo vlen dhe për mua, vlen për çdo. Pra thash edhe unë në procesin tim kam pasur atë vetë korrigjimin apo vetë reflektimin tim mbi zhvillimet, mbi ngjarjet me pushtetin, mbi njerëzit, me marrëdhëniet, mbi limitet, mbi emocionet. Domethënë njeriu edhe me vitet arrin pjekuri, ka njerëz që bën më keq. Pra kjo është zotësias. Njerëzit e Zot nxjerrin mësime nga rrugtimi i tyre. Edhe organizatat politike nxjerrin mësime nga rrugtimi i tyre. Ka njerëz pasaj që përsërisin njëjtin gjë dhe presin rezultate të ndryshme. Kjo është nocioni i budallëkut, e ka thënë Einsteini. Përsërisësh të njëjtin gjë dhe të presësh rezultate të ndryshme është definicioni i idiocisë. Kështu që në këtë pikpamje njerëzit e mençur, edhe organizatat e mençura, vetë korrigjohen, vetë reflektojnë për çka ka shkuar mirë dhe çfarë do të bëhet më mirë.